Ambasada e Gjermanisë në Tiranë reagoi të hënën në lidhje me protestën e opozitës që u zhvillua të dielën brëma, e cila u përshkallëzua me incidente mes protestuesve dhe policisë. Në një postim zyrtar në rrjetet sociale, përfaqësues të ambasadës nënvizuan se e drejta për të protestuar dhe për të shprehur mendimin politik është themelore në çdo demokraci, por theksuan se përdorimi i dhunës kundër personave ose pronës është i papranueshëm edhe nuk mund të justifikohet në asnjë mënyrë politike. Ambasada e Gjermane dënon dhunën e papranueshme në kuadër të demonstratave të djeshme. Protesta politike dhe e drejta për të demonstruar janë të drejta themelore për çdo shoqëri demokratike, por ato nuk mund të përligjin asnjëherë dhunën ndaj personave apo objekteve, thuhet në reagim. Përveç kësaj, ambasada u bën thirrje liderëve dhe përfaqësuesve të partive politike që të distancohen qartë dhe pa ekuivok nga dhuna, duke kontribuar kështu në ruajtjen e qetësisë dhe stabilitetit në vend. Reagimi i ambasadës gjermane vjen pas një serie ngjarjesh që shkaktuan shqetësim për sigurinë e qytetarëve dhe dëmtimet materiale gjatë protestës, duke pasqyruar shqetësime ndërkombëtare për përdorimin e forcës gjatë hubimeve politike në Shqipëri.